Kandidatet për deputete Vilma Bello dhe Elona Hodaj në vijimësi të takimeve elektorale u ndalën në zonën e Ishserave aty ku është zbatuar projekti pilot me banorët e rajonit 5. Në asnjë moment të vetëm nuk duhet të dyshoni se nuk ka përfaqësim më të mirë të qytetarëve sesa Partia Socialiste me kryeministrin Edi Rama. Kjo është diçka që ne kemi ndjerë edhe në këtë mandat, e përsëri kërkojmë besimin që kjo qeveri me vizion si askush tjetër më parë ka bërë për Vlorën, është shprehur Bello. Të jeni të sigurt që në asnjë moment të vetëm nuk duhet të dyshoni që nuk ka përfaqësim më të mirë të qytetarëve sesa Partia Socialiste, sesa qeverisja me kryeministër Edi Ramën. Kjo është diçka të cilën ne kemi ndjerë në këtë mandat dhe përsëri kërkojmë besimin që kjo qeveri me këtë vizion si askush tjetër më parë ka bërë për Vlorën dhe për më tepër në këtë lagje që në atë çka ne prekëm sot, në kontaktin e drejt për drejt, në shkeljen që bëm në dyer der pas dere, në takimin e njerëzve të kësaj lagjeje, e pam që kjo lagje është si një model për të treguar se rilindja di të bëj premtime dhe të mbaj premtime. Pse jo si kjo lagje është kthyer në një lagje model, është fare e kollajt për ne të themi që ashtu siç kjo lagje është bërë, ashtu do të vazhdoj edhe lagja tjetër që është ngjitur me të, apo dhe çdo lagje tjetër, të cilën ne kemi përgjegjësinë maksimale për të përfaqësuar jo vetëm ju, por edhe për të ngritur zërin në parlament dhe për të përfaqësuar Partinë Socialiste. Të jeni të sigurt që në ndjeshmërinë tonë maksimale të përfaqësimit jo thjesht në parlament, por edhe të qenit gra, nëna, patjetër që përgjegjësia jonë është shumë e madhe. Ndjeshmëria bëhet akoma më e madhe që kur herën tjetër të vijmë përsëri përballë jush, të kemi ç'tu themi dhe t'u themi që ja gratë bën më shumë se sa burrat. Ju falenderoj dhe ju bëj thirrje që nuk po i ngre edhe unë gishtat për numrin 2, por duke qenë se jam vetë numri 2 i listës, ju ftoj të votoni për numrin 2, për Partinë Socialiste, për fitoren dhe për gjithçka që i takon vetëm kësaj force politike. Kandidatja Elona Hodaj në fjalën e saj ftoi banorët e kësaj zone të votojnë numrin 2 dhe Partinë Socialiste në 25 qershor. I kam jetuar të dy akorat, kohën kur drejtohej qeveria e mbarshme dhe koha kur drejtohej nga kryeministri që është sot Edi Rama. Nuk flitej në atë kohë, nuk flitej as për fonde dhe as për investime, toleranca zero, sidomos për qytetin e Vlorës. Sot në krye të qeverisë është lideri vetëm, lideri Edi Rama, që ka ndryshuar faqen e historisë së gjithë Shqipërisë dhe mbi të gjitha qytetit Vlorës. Lungomaren, Transballkaniken, shumë projekte dhe ndër të gjitha lagjen tuaj. Projekti pilot kam qenë prezent vet kur vinin për inspektime, kam qenë prezent vet kur ju nuk besonit tek ne, nuk besonit as te Bashkia Vlorë dhe as tek qeveria. Sot faktin e kemi këtu, e di që do të thoni që ne na duhet një qendër shëndetësore, na jepni votën të vazhdojmë drejt ardhmes. Ne jemi nga ata që dim të punojmë, dim të premtojmë dhe dim të ecim vetëm përpara me Partinë Socialiste, me liderin ton që ka vetëm një emër, Partia Socialiste dhe Edi Rama. Ju bëj thirrje në datën 25 qershor të votojmë numrin 2. S'mund ta bëjmë me gishta, por thjesht numrin 2.